Cake, si duket skuadra është gati për të performuar në lartësinë e duhur nesër kundër Bashkimin në ndeshjen e fundit të gjysmë sezonit vjeshtor në kampionat, një gjysmë sezon plot me emocione, plot ngarkesa sepse keni luajtur në 3 fronte. Besoj se skuadra do jetë gati, është ndeshja e fundit për ne në këtë gjysmë sezon për kampionatin, pasi dije që kena edhe 2 lojat e Europës, po besoj skuadra do të jetë gati, do shkojmë Kumanov, na pret një ndeshje e vështirë, po do shkojmë ta mbyllim si duhet dhe me nder këtë gjysmë stinor. Duket skuadra e ecshme pavarësisht që është ndeshja e fundit kështu e urritur të them për të marrë 3 pikët. Patjetër që po, për momentin e shoh skuadrën më të urritur se ndeshjet e tjera, duam ta mbyllim me sukses këtë gjysmë sezon edhe duam të vazhdojmë garën për titull. Sigurisht që edhe Bashkimi ka llogaritë e veta dhe në të rënë vendas është treguar jo rrallëherë si kundërshtar i papërshtatshëm. Kemi marrë masat për të përballur me këtë problematikë. Padyshim që po, ne kena analizuar ata, pavarësisht se nuk kena pas shumë kohë të themi drejtën për të bërë analiza shumë detajuar, po e kena analizuar mirë dhe besoj se ekipi do të paraqitet nesër në mënyrë më të mirë të mundshme. Si duket e pazakont, natyrisht për ty do jetë i pazakont ky gjysmë sezon vjeshtor sepse edhe je tashmë lojtari i kombëtarës shqiptare, por luajmë nesër ndeshjen e fundit kampionale, ndërkohë që kemi edhe 2 ndeshje të tjera. Do ta pranojmë që është e pazakont si situatë për gjithë lojtarët. Është e pazakont, ama është një situatë që neve na pëlqen shumë. E kena ndërru këtë moment që të vazhdojmë të luajmë në Europë, edhe kur ekipet tjera do pushojnë përsëri do të jenë 2 javë në vazhdim. Dhe është një ëndër që kena pas ne që bë realitet, edhe pavarësisht se është e pazakont, po është e bukur për të shiu. Porosia jote për 2 tifogrupet, i lirët e Kumanovës dhe ballistët, me siguri do të ecën bashkë. I uroj sukses edhe atyre, të paraqiten sa më mirë, të mbështesen ekipet e tyre dhe shpresoj të fitojmë ne në fund dhe të gëzojmë ballistët tifozët tanë.